Që kom paralajmëruar edhe më herët bashkë me mu, sot nga ora 16 është edhe Kristian Gashi si organizator I festivalit Prishtina Outdoor Festival, një organizim I cili vjen me 25 aktivitete të ndryshme outdoor të organizuar në Gërmi, Kollak, liçenin e Badocit dhe lokacione të tjera atraktive të kryeqytetit. Kristian, me zë kom prit me u takue, mirë se ke ardhur në Afternoon Delight. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Knatësimet pas këtu, kemi pa një program jashtëzakonisht ambicioz që lidhet direkt prej qendrës Prishtinës e deri tek Gollaku edhe fell në Gollak. Sa është problematike në anën logjistike me mujt me kriju diçka tillë? Jo e lehtë. Jo e lehtë. Nuk është lehtë Kosovës, sa kur është lehtë. Fiks, për shkak se me organizu një festival të ngjashëm duhet me fillu për vitin tjetër, na kena vendosur me është shumë e rëndësishme me kuptu që është pse na e kemi të lehtë, për shkak se veç e bojmë me shumë dashni dhe dojmë me bo, kështu që kjo është na e lehtësu shumë, përndryshe kemi shumë vështirësi edhe me kuptu sa është e vështirë prej këtij viti veç kena me vazhdue për vitin e ardhshëm, domethënë si të përfundon tash veç na më njëherë fillojmë për përgatitit për vitin e ardhshëm. Për vitin e ardhshëm, 3 ditë aktivitete, vitin tjetër, në fakt 4 ditë se sot e kemi filluar veç një aktivitet në Val, prej janë të I bogati të I vendos litarët edhe pjesën tjetër, kemi bën një lëshim prej ndërtesës të Valës. Edhe vitin tjetër që ashtu kemi pas 4 ditë aktivitete ngjashëm, kështu që po kur është shumë e thjeshtë, kur don me bë diçka, kur e bën me shumë dashni, absolut se ka çare pa pas edhe sukses. Definitivisht. Edhe rezultate. Definitivisht. Sidomos sa I përket sporteve, që më do shumë interesante. Në ditën e parë kena një sport ekstrem që zhvillohet jo në mal, po në asfalt. Qysh është ideja e krejt kësajna? Ideja na që shumë vite prej ma shumë se ka klubi Alpin Prishtina ka ma shumë se 10 vite të themeluar 2013 edhe na veç çdo vit gati bëjmë si aktivitete të lëshimeve me litar, rappelling që I thojmë, gjithashtu edhe climbing Gërmi edhe këto aktivitete ja u kemi bo me kauzat e caktume gjithherë edhe në aspekt tjetër janë edhe ushtrime për pos I bojmë me kauza për shembull lëshimin pediatri, bojmë me qëllim me I gëzu fëmijët e smur aty. Tani kemi bo për shëndetjen mendore, shumë aktivitete të tjera të ngjashme, po nikësisht është ideja edhe me qenë të përgatitur disa njerëz të shoqërisë civile për çdo rast intervenimi, lëshime të tilla të ngjashme prej ndërtesave të ndryshme. Edhe I kemi disa plane për të ardhmen për krejt ndërtesat e Prishtinës që me pas vende ku në rast nevojes, zjarrit çdo qoftë tjetër, me pas vend ku bon ankorimi lidhet e litarëve dhe është mundësia me I pështu njerëz edhe me I zbrit poshtë shumë më shpejt se me shku shkallëve e tjera. Kështu që ka shumë qëllime dhe benefite edhe një prej këtyre është na e bëjmë për çef, e bëjmë për është adrenalinë, është kënaqësi, është frikë për ata fillestarët hera e parë që vinë post, veç para mendone kur të hypin nalt aty, për pas që I ka ato metrat, tykon 64 ndërtesa e Valës, I ka kur e sheh poshtë Dardanin atje kur rrizin, kur gjus janë ato metrat çat doket ajo pjesa deri poshtë atje te parki te stacioni autobusave. Kështu që është një adrenalinë e madhe edhe frikë edhe më lidhen krejt bashkë, po është mbi të gjitha është kënaqësi për neve. Gjithashtu e kemi edhe aktivitetin e zipline edhe të slackline prej orës 18 deri në orën 21. Ziplinein fatkeqësisht nuk kena me mujt me realizu për shkak të këdy events na kanë bo problem në montimin e aty në ekranave të mëdhaj për shkak të futbollit, kampionatit të futbollit, po e kemi zaventuar me diçka tjetër. Dje tek vonë kemi vendos slackline-in e kemi gjithashtu për fëmijë ku kanë mundësi me provu me hezën atlitaren e vogël, me kriju një balans. Perfekt. Nesër kemi edhe garat militare, kemi edhe garën e fëmijëve që fillon prej këtu, prej Kino ABC-s, edhe vazhdon 500 metra për shëndet, për shëndet fizik, mendor, nikosisht edhe fëmijëve më uru pushim të këndshëm se nesër me dijeve që e përfundojnë shkollën, edhe kështu që kemi shtu 2-3 aktivitete na ka dështu një aktivitet që prap në ndoshta në fund korrikit kemi me rikthy për diasporën, zipline-in, ju kemi premtu dhe besoj edhe jemi të punu në atë drejtim që në momentin se heken ata ekrana, do të thonë Prishtinës, Kosovës mja ofru këto në zipline,
edhe diasporës, kur të vinë diaspora, me pas një mundësi fix në qendër të Prishtinës, jo veç me dalë me hecë sheshin, po me bo dhe një aktivitet shumë interesant, lëshime me zipline. Qa pritet me pas në ditën e dytë, po shiko shumë aktivitet, është kogja interesant dita e dytë, fillon faktikisht edhe me një vrap. Qa ku me pas prej ditës dytë në festival? Po, ditën e dytë, nëse pështojmë jemi gjatë. Ti zipline-it. Lëshimit postës, po, se për qakt është sigurt kështu janë të i ndërmarrë, veç janë të i lidhë litartë. Fillojmë për orës 9 me Parkrun Gërmia, është një aktivitet i cili jemi bashkë me Parkrun Gërmia të e organizu. Ata çdo javë me kuptu, na jemi të bashkëpunu, ideja dhe është krejt klubet edhe njerëz të cilët kontribojnë në Prishtinë në regjion me bu bashkë diçka të përbashkët, me një formë ose tjetër mu bashku, masi s'po ke mundësi ndryshe, për me sportit, me bu aktivitetet ndryshme, e fillojmë vrapimin edhe ecjen, ata personat të cilët dojnë me ecjen, ata që dojnë me vrapu, gjithashtu edhe një aktivitet tjetër ecje nordike është me shtaga, me shkopa kushdën, që na jo rekomandojmë edhe në hajk me provu ecje nordike për shkak të që shporita ashtu me na i drejtu shpinën për shkak të primarjes. Përfundon vrapimi ecja në njëjtin lokacion, masi që e kalojmë pishinën e Gërmis, është yoga, fillon yoga në natyrë, më thonë pak më ndryshe, jo në ambientin mbylluna. Përfundon yoga, mas jogës e kemi climbing edhe rappelling, ne murin alpin në Gërmi, te kosha që shë njofmi na këto në parkun e Gërmis prap. Mas asaj, nikosisht paralel janë edhe është edhe aktiviteti i kalirimit. Po, para se me shku në climbing apo njëjtën kohë ndodh kjo? Njëjtën kohë, ata fillojnë, do me thonë, realisht fillon prej vetëve kalirimi, do me thonë tash me kuptu persona që marrin pjesë në vrapim nuk kanë mundësi me shku dhe në kalirim. Po, tamam puna. Do të migron njënës, jakove jakolit. Fix. Kështu që ka edhe aktivitete paralelit. Përfundon kalirimi prej orës 12, në fakt alpinizmi në Gërmi, është në kohën e njëjtë me kajakin në liçen Badovcit. Qa kemi bo, prej 12 fillon kajak në liçenin e Badovcit. Aktivitetet janë 99% pa pare. Për me përfitu kajak pa pare, ti prej esmarë si du të me mbledh mbeturina. Do me thonë, dy mu mbledh me mbledh. Do me thonë, nuk fillojmë kajak pa e pastru zonën spa ku ka 50 metra në dy antë. E përfundojmë ato, po edhe të tjere që vinë ndërkohë, ka obligim. Spa ku që thojnë një shishe me qiten, po jo, deri në gjysë thesit zi kanë me mbledh. Do me thonë, është bileta për me pas kajak pa pages, they should do something. Okej, që është rëndësishme, sidomos që ja vlen me pastru zonën, jemi duke folë çdo ditë më shumë sa i përket mbeturinave dhe çysh po kemi probleme të tilla dhe besojmë që është më e rëndësishme në këtë mënyrë me pagu aktivitetin. Gjithashtu kena pas edhe aktivitete tjera mas kajakut, e kena një panel diskutimi gjithashtu. Po, kemi panelin e diskutimit, kemi pas Petrit Klokoqin aty, kam na fol për eksperiencën e Everestit edhe disa të tjerë. Do thonë më na tregu pak a shumë është personi i 6 prej Kosovës, është kranari për neve, i kemi 6 persona prej Kosovës cilët e kanë gjitë Everestin edhe krejt janë shku atje, e kanë gjitë, janë kthy. Me Petritin kemi qenë bashkë edhe në Kilimanjaro, para Mont Blanc vitin e kalum, Kilimanjaro, veç më 4 thuk sa i herë. Sa herë pas 4 thuk, këto e pas ka bu, me thonë që kom ma shumë se ty një. Kjo është kënaqësi, e kemi shumë shok të mirë, kështu që kemi me pas për përvojën e tij, sfidat edhe gjithçka tjetër, kështu që ka me pas edhe aktivitetet e tjera në shesh, tu fillu prej nesër, ku Decathloni ka me sjell disa pajisje, kosha, ping-pong edhe shumë gjanat e tjera që kanë ata për me i përjetu fëmijët pak edhe me dalë prej shtëpiave dhe me përjetu në qendër të Prishtinës. Për ndryshe kemi edhe sponsorët e tjerë, kemi Eurotargetin, është një kompani vesh shumë e njoftun në tash edhe Kicks Excelin, që kanë mujë me thonë punëtorët me punëtorët mas së shumti në Kosovë, diku 1500 punëtorë, punojnë me Gjermani, janë të mundu me rrit, me kriju vendet punë të reja këtu në Kosovë, e shumë të tjerë sponsorë të cilët janë të na përkrah dhe me produktet e tyne, si për shembull Rugova e të tjerë, shumë sponsorë të tjerë, dhe kryesorja janë vullnetarë që janë të na ndihmu pa ndalë kështu, pa ata të cilët e kishmi pastën të pamundur me realizu aktivitetin. Edhe mos mi harru, s'po t'la me fund. Edhe juve, mediave, radio, TV, edhe juve se
përmes juve pe shpërndajmë lajmin edhe po na ndihmoni, do të thonë jeni jo vesh indirekt, po dhe direkt kyçën me promovimin e aktiviteteve tona. Gjithmonë sa herë të ka aktivitete të mira të cilat ja vlejnë, na kemi me qenë aty. Gjithashtu kemë pas edhe camping që po muna me pa. Muzikë gjithmonë nuk mungon, eksperimi i qiellit natën, diçka shumë interesante çka po ofrohet. Edhe kemi ditën e fundit dielën me 21 qershor. Isha nol të kampi me 20, po flasim për kampin. Të shtunën mas kajakit, në ora 5, veç du të njerëzit arrin, prej orës 4 veç fillojmë me ndërtu kampin në fshatin Kukaj, ku mbahet me kuptu malet ku është Kukaj, afër Slivovës, kilometri 20 prej drejtim Gjilanit, ku edhe unë jetoj atje në Slivov. Tamam, dhe pas të shpia pas Slivov. Është një vend super atraktiv. Në 1000 metra lartësi kemi me bo kamp. Kemi me ndërtu dhe tash për tash dikun janë rreth 50 pjesëmarrës është mbush, numri e kemi mbyll. Ka plot aktivitete që janë të shënuar që na kanë dalë plus. Nesën e tyre është eksplorimi i qiellit natën. Kemi me bë dhe night hike me drita, kemi me bë një ecje rreth 3 kilometra natën, edhe kemi me pas mundësinë atë qiellin e hapun. Në këtë kohë e kemi edhe kohën favortonin, është koha shumë e mirë. Dhe qielli është shumë i hapun, kështu që vjen shumë i hapun, po gjithashtu Kukaj është i mbushur me lula. Është vera pak me vonesë që na është në favorin ton, kështu që kanë më u fasionu të gjithë pjesëmarrësit aty që kanë me ardhur. Kampin e kemi gati, ka me qenë shumë interesant. Është i sigurt, është afër, është gjithçka është fantastike. Shumë interesant. Një natë kena me fjet në mal. Në mal. Po unë gati jo që keni menu që jo letë, aty se këtu veç eksperimi i qiellit natën, kur shkoni atje me me kilometra. Mas kampit zgjon mëngjes, kemi me pas njëjtin lokacion, kemi me pas shigjetari, kemi me pas kampin e ndihmës të parë, bietes, informatat bazike, çka duhet të ndërmarr në rast se të lëndohet shoku shoqja i afërmi, familjari çdo të qoftë tjetër. Edhe mbas dite vone kemi edhe paragliding. Edhe paragliding mbas dite. Shqiponjat e Kastriotit me kampionat e Kosovës që i kemi, kështu që kemi mundu që thash në fillim, vitin tjetër mos me hinë detaj kemi pa edhe bashkëpunëtor të krejt që i kemi. Do të thonë nuk kemi veç na tu e bën, nuk është veç Kristiani me klubin Alpin Prishtina, po kemi edhe shumë bashkëpunëtor të tjerë. I kemi për shembull këta djalmoshat e ri Tour de France me ciklizëm, pas më harru me vërtet ciklizmi. Të dielën në ora 9 prej Grandit nisën, janë nën përcjelljen e policisë Kosovës, edhe me policinë e Kosovës kemi super bashkëpunim. Nisën prej Prishtinë, ka Grashtica, liçeni Badosit, te pylli Arinjeve dhe kthehen në Prishtinë ka Graçanica. Kështu që po them ka plot aktivitete të cilat vesh na kanë. Edhe si është na kujtu këtu me edhe shigjetaria, edhe shigjetaria e kem tani garën e fëmijëve, kjo ka më qenë një prej aktiviteteve kryesore që kemi me vazhduar stilin e ngjajshëm. Me thonë, ku rreth 500 fëmijë pritet me marr pjesë në përfundim garës, kanë me pas edhe disa dhurata edhe prej neve, edhe prej Decathlonit kanë më dhënë disa vouchera për me shku me ble. Okej, perfekt. Decathlon atje. Gjithashtu edhe pije, edhe ujë, kemi me pas prej Solës, pije të cilat janë të përshtat, mundet me pije dhe fëmija, ujë rrugove edhe tuju me shumë këse produkte vendore të tyne që i kanë, kështu që ka për krejt. Për krejt, do të thonë ka hapësirë që krejt me u kënaqë dhe me shfrytzu ditën edhe me uar me aktivitete. Qa më do shumë interesant që e pash Prishtinë Gollak, a është ndaj farë zgjedhje specifike e rajonit Gollakut për me i shtri këto aktivitete kryesore si hikingu për shembull edhe ciklizmi, a është një farë synimi që me kthy këtë zonë në një destinacion të rregullt turistik? Po, një prej qëllimeve kryesore është zhvillimi i turizmit në zonën e Gollakut, gjithashtu edhe i agroturizmit. Është super i përshtatshëm. Sidomos ciklizmi është, Gollaku është më i miri për zhvillimin e ciklizmit. Nuk i kemi kodrat e mëdha të bjeshjve të Nemlla dhe të maleve të Sharit, po kemi boll deri në 1200 metra kemi kodrat tona, kështu që është vend super ideal, është afër Prishtinës. Pe marrë një shembull, Gollaku është e përfshim prej Prishtinë dhe deri në fund të kufinit atje. Veç në gërmi mundemi veç me gërmi me bo Prishtina Outdoor Festival. Pa këto pjesë të tjera, po
thjesht qëllimin cakun e kemi me zhvillu Me turizmin, agroturizmin deri në fund, komplet gollakun, më thon deri në fund atje. Liçeni Badovçët është vargmali i Kukajve, Novobërda dhe krejt pjesët e tjera janë fantastike për realizimin e këtyre sporteve. Edhe kjo është idea në fillim kur kemi fillu vitin e kalum, kanë supozu që qysh në Prishtinë, çka me bu në Prishtinë edhe s'ka aktivitetet malit, këto regionet e tjera, Prizren, Peje, çka me thon Ferizaj. Po, unë muj me edhe publikisht tash me tregu, veç Gërmia nuk ka asnjë qytet tjetër në Kosovë një park që kemi në Gërmin. Është fantastik dhe aty mundën më realizu të gjitha aktivitetet e malit. Kështu e arru dhe një aktivitet të dielën është hike në Panorama Trail. E kemi bo një shteg të ri i cili del, taman është panorama. Kur del atje nalt, nuk është shumë i gjatë, është rreth 6 kilometra në total, po kur ngjitesh nalt në Gërmin në 1000 metra lartësi dhe del për një herë taman është panoram, pamje panoramike e komplet qytetit e Prishtinës, fushës e Kosovës, maleve, djezhjve të nemna, maleve të Sharrit, nëse është shumë kfjell të Shalës e Bajgorës, kështu që është fantastike. Gërmien na e njohmi, muj me thonë veç 1% e njerëzve të Prishtinës e vizitojnë Gërmin, kështu që Gërmia është parku më i mirë në Kosovë dhe me mas shumë të vizitor në Kosovë. Kristiana, duhet me konë për shembull krejt ata që kanë me marrë pjesë në për aktivitete, për shembull që folëm edhe eksperimin e qiellit natën në Kukaj që komë zgat prej orës 21 deri në orën 12:00, a duhet me pas pajisje profesionale apo a duhet me konë për shembull fizikisht gati, a është ndonjë farë kërkesë që ja u bëni njerëzve, për shembull se unë me çet fizik që e kam deri në Velanip kanë erë po mush na fry me lemo edhe mund gjit dikon. Krejt aktivitetet janë të përshtatshme edhe për fillestar. Okej, perfekt. Po për fëmijët të cilët janë në moshën 18 vjeçare duhet me ose të mitur krejt, të mitur tritur në rregull, po të tjerë duhet me qenë me aprovim të prindve ose me marrë një autorizim. Në këtë rast duhet me qenë prind me ta. Dhe aktivitetet janë të përshtatshme për të gjitha moshën. Në këtë rast në kamp kemi me pas edhe familjar, fëmijë, prind me fëmijët e tyre dhe secili aktivitet është i përshtatshëm për fillestar, edhe për fillestar. Pe marrë me shembull në Gërmi, vjen don me i ki 5 kilometra vrapim, s'mundesh me vrapu ec, domethënë aktivitetet janë të përshtatshme edhe për fillestar. Nikosisht yoga është mundet më u bo edhe për fillestar. Krejt aktivitetet, do më thonë, çdo aktivitet nuk ka qëllimi, mash e ke me promovu, ndërsa edhe me vazhdu tutje. Krejt aktivitetet ka janë të përshtatshme, janë ka 5-6 kilometra ecje, edhe nuk ka impenjim fizik. Sido që tjetë prap, në secilin aktivitet ka guida, personat të cilët janë përgjegjës edhe ju ndihmojnë pjesëmarrësve, kështu që janë të mirë sa ardhën krejt, për pas kësaj kemi edhe persona me nevoja të veçanta, persona të verbër, më thonë festivali e ka qëllimin e gjithë përfshirjes. Jo vetëm fëmijë, jo vetëm të rritën, është gjithë përfshirjes, edhe personat me nevoja të veçanta. Për ndryshe na bëjmë aktivitete me personat e verbër. Kloriane kanë gjitë Gjeravicën me mu 2 herë. Kemi vrapu Prishtina Trails të fundit në Gërmi, kështu që ka shumë aktivitete për krejt kategoritë e njerëzve, pa dallim, thjesht është gjithë përfshirës, jo vetëm për Prishtinën, po është për krejt Kosovën, për krejt Shqiptarinë. Dhe në një të ardhme të shpejt, Prishtina Outdoor Festival, ka me qenë festival ndërkombëtar, kanë me të ardhur prej Evropës, tash kemi të regjistruar plot personat të cilët punojnë këtu, nuk janë shqiptarë, janë prej organizatave ose kompanive të huja që punojnë edhe jetojnë për momentin këtu në Kosovë. Edhe që po me marrë pjesë në festival. Folim edhe për pjesëmarrjen, po çysh funksionon për krejt ata që po na dëgjojnë edhe po dojnë që me qenë pjesë këtu në aktiviteteve, a duhet me u regjistru paraprakisht sa i përket aktiviteteve specifike, për shembull si paragliding ose ciklizmi, a duhet edhe me u pajis me diçka, apo pajisjet janë të limituar me bëni përmbledhje që me kuptuar edhe dëgjues sa është e thjeshtë. Po është një formë regjistrimit online e Prishtina Outdoor.com, mundet me gjetë në rrjetet sociale Prishtina Outdoor Festival, Instagram, Facebook.
ku veç shumica aktiviteteve që janë plotësu edhe mundën me bërë regjistrimin direkt përmes faqes, duhet me bërë regjistrimin me patjetër. Sa i përket pajisjeve, i informojmë në të gjitha aktivitetet çka duhet me pas këpuca dhe veshje sportive. Personat që vinë, pjesën tjetër jo. Jo me farmer ka marrë. Fix. I rekomandojmë. Me thonë me veshje të lira çashtu kemi filluar dhe na. Me thonë me u mundu këshilla jam është me u mundu me pas veshje sportive, ndërsa sa i përket pjesës tjetër ujë kemi me pas mjaftueshëm dhe pijet e tjera të nevojshme. Do të thonë ndihmën e parë kemi me veti, kemi edhe për krajin prej komunës Prishtinës, do të thonë është festivali organizohet në patronatin e komunës Prishtinës, edhe që ka shumë sponsor, kryesorin e kem Eurotargetin, ata janë të mundu me i shti krejt stafin e vet me marr pjesë në aktivitete, ndërsa për detajet krejt e të pajisjeve dhe çka ju nevojitet, kanë me marr një njoftim përmes emailës sonte vonë dikur. Edhe për lokacionet, edhe e kem trafikun urban gjithashtu, kjo na ka lehtësuar shumë. Me thonë komplet regionin e Prishtinës e kem pa pagesë transportin prej trafikut urban. Perfekt. Na transportojnë, kështu që kanë me marr nisjen e kem prej Newbornit, për çdo aktivitet nisja është prej Newbornit. Vetëm më specifik ka me qenë njoftimi për këta që bojnë camping. Për shkak se jemi të folë në 1000 metra lartësi e diun, nata bëhet e ftoftë, shkon deri në 10 gradë bjen, kështu që për aty duhet me pas disa veshje ma trasha, po edhe për atë pjesë javë dërgojmë krejt udhëzimet edhe lokacioni ku edhe numrat e kontaktit, çdo që ka nevojë, domethënë, po e kemi edhe në mbështetje edhe shoqatën e kërkim shpëtimit, çka do që kemë nevojë, janë të gatshëm gjithashtu drejtoria e sigurisë dhe emergjencave të komunës Prishtinës, edhe dikush prej s'po më kujtohet prej spitalit, kjo emergjenca tamam gatshëm për çfarë do lloji intervenimi. Do me thonë s'ko me pas asnjë lloj problemi. Kristian, për fund, po du me të pyet për sezonet e ardhshme, ndoshta edhe brenda këtij viti, ndoshta me pas Prishtina Outdoor me një sezon tjetër, për shembull sezonës dimrore, sezonës vjeshtore me aktivitete tjera. Ç'a është plani ose vizioni i festivalit pasi që të përfundon ky edicion? Mas këtij edicioni fillojmë përgatitit për edicionin e radhës me shumë aktivitete të tjera të reja që kemi me ardhme shumë befazive që kemi fillu prej tasht, disa i kemi shtu, edhe dikon edhe rreth 10 aktivitete minimum kemi me i shtu. Kanë me ushtu, Kanë me ushtu. 35 po bëjnë. Po, kanë me ushtu, i kemi tasht gatshme për vitin e ardhshëm. Ndërsa sezonën dimrore kemi një festival 3. Jo në Prishtinë, po në Kosovë. Basnadie. Pja u vlojmë befasi dëgjuesve, edhe nuk po nalna në atë pjesë shumë e fol. Jemi në përgatitje, kemi me pas një festival dimror. Faleminderit shumë. Me shumë sene e kemi fund vit festivalin e superherojve, ku kemi me pas shumë qytetet të fillojmë me Prishtinë, pediatri, pastaj vazhdojnë për qytetet e tjera, i kem 8 komuna këtë vit. Po Shëneka, kemi me shpërnda dhurata të krejt fëmijët atje. Perfekt. Kristian, faleminderit shumë, kënaqësi shumë e madhe me të pas edhe me mujt me diskutu krejtu aktivitetet cilat kanë me u mbajt. Unë përshpresoj që shumë njerëz edhe kanë me u regjistru edhe me qenë të pranishëm në këto 25 aktivitete. Pse jo mos me i bo çato që më rrinë, se krejt e pam që është problematike me i më rri, por definitivisht mos me unal edhe me eduku ma shumë masën që do të me pas aktivitete fizike. Faleminderit edhe juve për ftesën, për krajen.